Me 6, çfarë 6 më bën më shumë? Po lodha bre bir, nuk kam nerë, shikoj, me zi marë frymë tani. Si s'piva një rujtë se mu tha gryka bre, për zotin e madh. Isha me një nga këta të lësisë, cope bera. Pa isha një me nga këta, kupton t'i nese. Tani, se nuk dua se s'kam nerva mo për zotin e madh. Tani, e lëshova dhe këtë videon, ata saj Erisa Gjigjos. 30.000 vota tha, 30.000 vota ka Ilir Meta në Tiranë, tha. 30.000 vota. Do marrin 12 nga këto kështu nga këto. 30.000 vota. Tashi, yra aty shikoje, Ilir Meta 5.000 vota ka. Po pse, shiko, mund ta kini inat Ilir Metën, a mund ta kini nuk e di. Si do doni, do më thënë. Unë ja kam thënë, mua më ka ardhur, më ka vizituar në shtëpi, e i vetmi politikan edhe kam respekt. Por, u tregua burr, se ai hynte edhe në listë mbyllur, e se çante mbyllur. Morë vesh? Hyri në listë hapur, edhe ju të gjithë e lat aty me 5.000 vota të qelbura. Kështu që ti Erisa Xhixho, e kushini ju aty, bani çik përgjegjësi, edhe i kiqeni atë mandatin, e mos e mini mandatin, se vini del aty ti tani, me qatë përgjegjësi fleti. E kam aty videon të edhur, kur fole, kur deklarove që do marrë Ilir Meta ka 30.000 vota dhe. Ku e ke? Ku i ke votat më zonjë? Apo e kishe emri në listën mbyllur dhe a fute gjumit? Tani tajt Tabaku me doktor Ali Mehmetin. 2 figura të shuara. Jorita ka 14.000 vota, doktori ka 13.000 vota, injektil. 2 figura kanë marrë vota bio. Edhe janë ca në listë mbyllur nga këta që s'mund të marrin 1.000 vota po i nxoren në teren. Kjo është e vërteta. 1.000 vota nuk marrin dot. Kështu që ca nga ju listë mbyllur bëni dorë që aty ty në këta këtu. Morë vesh, morëm thuaj. Se kanë marrë vota bio. E dole aty edhe the do marrë 30.000 vota LSI-a, Partia e Lirisë, Ilir Meta. 5.000 vota i dhe. 5.000 mban përgjegjësi ti? Erisa Xhixho edhe kushini aty? Mbani përgjegjësi? A mbani përgjegjësi? Doktor Ali Mehmeti, Mysri Murizi nuk duhet të ishin këta duhet që në listë mbyllur, ta kanë fjallën, kanë marrë një malëre. Kanë marrë një malëre. Fushat model, qiko, fushat model, jo se mbështeta unë Fidelin, po Ilir Venozi edhe Fidel Kreka, që me këta të dy e fillovi fushatën Edi Rama në Korçë, me këta të dy e mbarovi. Jo një shembull që si mund të fitosh vota. Fidel Kreka, Ilir Venozi, njerëz do më të thjeshtë, kupton ti, pa përvojë politike, pa gjë. Kishte këtu në Korçë ministra, që Edmond Spao 25 vit, që Andrea Mano, ishin të këta uqën në politikë. Bëdam! Fideli, pse? Se Fideli doli edhe tha me shpirt. Nuk di të gënjej, nuk kam asgjë në dorë, ndihmoni të marr votat, po kam gjë në dorë do të ndihmoj. Me pastërti, shpirtin dhe atë që më dëshurën kishte, këto kam. Dhe njerëzit e thjesht dhe njerëzit e mbështeten mo, sepse janë mërzitur mo, me këta me kollaro mo, me këta që çfarë thon tashi nuk thon pastaj mo vllai. Dhe një gjë më bëri përshtypje. Fideli, doktori, ja se bëm me emocione, doktori po ka decit që janë
Çalla si e ka, ju nuk e di, ai mustaqe tullaci. Bravo i qoftë. Kundështare kishte në lojë, se normal, po kur e pa që fitoj Fideli e një tjetër, i vati, e takovi, e përqafovi, suksese i tha. E këta janë njërës me shpite me zemër. Këto no, jo si një dy që qenë aty e ikën të asnjeri nuk i të dilte, ose të dire, ore, urime mo Fidel, urime mo, po i shikojnë si armik njëzit, i shikojnë si armik brenda partisë, ne jemi për një, në kuptimin e fjalës, jemi me pëdënë, e jemi në garë, plus, po ti kishte vjetur. Fideli mori vota populli, Fideli mori vota të pastra, të popullit, të thjeshtë, të rinisë të thjeshtë. Nuk, Fideli është, aju që është, s'është orator, aju që është super djali pasër, thotore, si të doni, po më votuat mirë, po më votuat, do më kini një mbështetje, ka që më aftovi njëzve, se janë lodhur me këta. E po tani se nuk, tani, del kjo Erisa Xhixho aty, thot, 30.000 vota ka Ilir Meta, thot. Doli 3 ditë para votimeve, ka 30.000 vota Ilir Meta, ta. Të lutem, ku i ke votat Erisa Xhixho? 30.000 të partisë të lirisë, 30.000, sa jeni 20.000 antarë, sa ka partia? Në Tiranë, ku diun sa kini? Ku i ke votat, më? Ke 30.000 votat, the, ku i ke 5.000 ka Iliri? Ka 5.000 Ilir Meta. Ti the ka 30.000, veti në listën e mbyllur, të plasi bytha. Këshu me? Jo me, si me këshu? Po jo këshu, se s'është mirë. Doktor Ali Mehmeti, Myslim Yrizi, duheshin aty ore, janë njerëz që i do populli ore, Doktor Ali Mehmetin e do populli ore, edhe Myslim Yrizin e do populli. Këta të vjeshin në listën mbyllur ore. Jo më ve të zdua të zemra tani, në listën mbyllur, edhe këta të listën mbyllur talën karin, tërmuajnë. Edhe prandaj unë ndjiva krenar, do më thënë që krenar në një anë, se pëdaja umbi, pa ma në ndjiva krenar për Fidelin, shumë krenar. E filluam, që ishtë një njëzit, të ishte, po kjo, kur të isha unë, që në primare, që të isha Fideli do dalë, e mbani mendu, që në primare, që ka këtë Fidel kjo më qanë, op Fideli. I qivi, pëtau, tërta qa qenë tërë në korsh do li pari. Me votat të pastra, me votat të populli, pa bler vota. E këta që bler vota, ju marrin lekët edhe lesh, votojnë tjetrin, more vesh. O i lidh, duhet reformë, ma se u lodha, boli, u lodha. O i lidh, po lere mo Fidel Castro në ti, qara u me të tjirë që ndroj dhafin, a mu tani. Qara është kymë, që është kymë? Që kam këta më, që është kymë që? Qara në këta më, kush është kymë? Për nga më dalin këta më, unë i kam blokuar këta me. Lere Fidelin tot, po i ko qenë, Iko se s'dua të shaj tani, ore. Po iko se s'dua të shaj, o qenë. Lere, si tale Fidelin, no? Po ishte mesazhi mi bukur, që si mundet e dirama, o plerë, ti që shkote aty, o plerë. Mesazhi mi bukur ishte, Ishte kandidimi i Fidelit dhe fitoria Fidelit. Që populli është mërzitur me njëzit me kollaro edhe me kostum. More vesho. Edhe mbështet njëzit e thjeshtë të tia. I këta njëza më si fudo një të shaj, i këta mbilu fare ju